Një nga aktoret turke vendosi të divorcohej pasi përjetoi dhunë të vërtet. Një tjetër vuajti prej vitesh nën presionin e familjes së bashkëshortit, por eshti përir të paraqitjes së një jete ideale dhe dikush nuk duroi dot as 5 javë jetë familjare dhe u aratis, si nga burgu. Për dike, gjithçka u shem 40 ditë pas një dasme luksoze dhe dikush, pavarësisht luksit dhe dashurisë publike, pranoi se ndihej i vetmuar dhe e pakënaqur. Sot do t'u tregojmë për 10 nuse turke, martesat e të cilave përfunduan me zhgënjim të hidhur. Këto gra ndronin dashurinë dhe lumturinë, por morën tradhti. Lot dhe dhimbje psikologjike, çfarë i shkatërroi sindikatat e tyre, ndërhyrja e prindërve, tohtësia e një partneri apo presioni shoqëror, nën të cilin as dashuria më e fortë nuk mund ta përballonte. Aktoria Gizem Soysaldi, ajo ndronte një familje të fortë me një të dashur, por gjithçka u shem aq shpejt sa as edhe të afërmit nuk e kuptuan se çfarë ndodhi. Gizem u martua me yllin e serialeve turke Halit Ergenç në vitin 2007. Ishte një dasëm që dukej si fillimi i një kapitulli të ri, i mbushur me dashuri, mbështetje dhe mirëkuptim reciprok. Por vetëm një vit më vonë, aktoria bëri kërkesë për divorc. Më vonë Gizem pranoi se ata thjesht nuk ishin gati për një jetë së bashku, secili kishte ëndrat dhe ambicjet e veta. Dhe realiteti i përbashkët doli të ishte shumë i vështirë. Pas pamjeve të ndritshme të dasmave dhe intervistave romantike, shihej zbrastësi dhe ftohtësia që Gizem nuk e përballonte dot. Ajo përpoq të shpëtonte martesën, por siç tha në një intervistë, ne ishim shumë të ndryshëm dhe secili prej nesh jetonte në botën e tij, duke mos vënë re tjetrin. Divorci nga Halit ishte goditja e parë në jetën e saj personale, e megjithse të dy u larguan pas skandale, ky bashkim la dhimbje dhe zhgënjim, duke e kthyer në një nga martesat më të shkurtra dhe më të palumtura mes aktorëve turq. Birçe Akalay, ajo konsiderohej si një nga aktoret më të bukura në Turqi dhe romanca e saj me partneri në serial, me aktorin Murat Analmish, dukej si një përrallë e vërtet. Në vitin 2011, Birçe dhe Murat u martuan. Dasma e tyre ishte një kënaqësi dhe fansat ishin të lumtur për këtë çift, duke besuar se gjithçka do të shkonte mirë, por realiteti doli të ishte larg një përrallë. Pas një vite gjysmë martesë, ata u divorcuan. Arsyeja ishte dallimet e thella në karakter dhe pikpamjet e jetës. Edhe pse nga jashtë dukeshin të lumtur, tensionet po rriteshin brenda marrëdhënies. Sipas njerëzve të afërt të saj, Birçe ndjej gjithnjë më shumë e vetmuar edhe pranë të shoqit. Nuk kishte mbështetje në marrëdhënie, nuk kishte mirëkuptim të vërtet të ndërsjellët. Aktoria tregoi se u përpoq të shpëtonte martesën e saj, por në një moment kuptoi. Të ishe martuar nuk do të thotë të ishe lumtur, unë humba veten dhe nuk doja të jetoja në hije. Divorci ishte një provë e vështirë për të, por edhe një kthesë e rëndësishme drejt lirisë personale. Feza Aktan, lidhja e saj me aktorin e njohur Ozcan Deniz, fillimisht shkaktoi afeksion e më pas tronditje të madhe të gjithë vendin. Feza u martua me Ozcanin në mars të vitit 2018. Çifti dukeshe të dashuruar, madje kishin një djalë dhe gjithçka fliste për një të ardhme të lumtur, por gjithçka u shkatërrua në vetëm një vit. Çifti bëri kërkesë për divorc dhe pikërisht atëherë filloi përballja e vërtetë në publik. Feza tha se në marrëdhënie vuante nga presioni psikologjik dhe akuzoi Ozcanin për agresion dhe indiferencë, dhe ai nga ana e tij pretendoi se ajo manipuloi fëmijën dhe e pengoi atë të merrte pjesë në jetën e djalit të tij. Ajo që filloi si dashuri u shndrua në një luftë të ftohtë. Një nga intervistat e saj, Feza tha se në marrëdhënie vuante nga presioni psikologjik dhe akuzoi Ozcanin për agresion dhe indiferencë, dhe ai nga ana e tij pretendoi se ajo manipuloi fëmijën dhe e pengoi atë të merrte pjesë në jetën e djalit të tij. Ajo që filloi si dashuri u shndrua në një luftë të ftohtë. Në një nga intervistat, Feza tha: "Unë doja thjesht të isha një nën dhe një grua e lumtur." Ky divorc ishte një nga më të vështirët të profilit më të lartë në showbizin turk. Edhe pse martesa e tyre përfundoi zyrtarisht, konfliktet e tyre vazhduan për një kohë të gjatë. Për Fezën ky nuk ishte thjesht një divorc, ishte një ferë emocional nga i cili doli me plagë në shpirt.
Demet Özdemir u martua me këngëtarin Oguzhan Koç në gusht të vitit 2022. Dasma u mbajt me stil, fustane luksoze të ftuar të famshëm. Foto që fluturuan më njëherë në rrjetet sociale, duke se ajo kishte gjetur përrallën e saj të shumëpritur. Por kjo përrallë zgjati vetëm 8 muaj. Në prill të vitit të ardhshëm, çifti njoftoi divorcin e tyre. Fansat u tronditën çfarë mund të shkatërronte kaq shpejt ata që dukej kaq e fortë. Në deklaratën e saj, Demet ka shkruar se vendimi ka qenë i ndërsjellët. Kanë përpjekur të ruajnë respektin për njëri tjetrin, por pas këtyre fjalëve të sjellshme, pas thashë themeve, fshihej një lodhje thellë emocionale. Ka pasur biseda për keqkuptime të vazhdueshme, probleme në jetën e përditshme, depresion nga bota e jashtme, gjë që nuk e lejonte çiftin të krijonte me qetësi një marrëdhënie. Aktoria Hadise është një nga femrat më të ndritura dhe më të sigurta në skenën turke. Zari, bukuria dhe karizma e saj kanë fituar miliona zemra, por edhe gratë të tilla mund të jenë thellësisht të pakënaqura në martesë. Më 30 prill të vitit 2022, Hadise u martua me biznesmenin Mehmet. Dasma e tyre ishte si një film, veshje të shtrenjta, një atmosferë komode, premtime dashurie për gjithmonë. Por 5 muaj më vonë, u bë qartë se ëndra ishte kthyer në një makt. Çifti njoftoi divorcin. Por detajet të dhimbshme fshiheshin pas deklaratës në dukje të përmbajtur. Mediat shkruan se në lidhje mbretëronte xhelozia dhe kontrolli nga ana e bashkëshortit. Thuhet se Hadises ishte ndaluar të vishte veshje zbuluese, të performonte në skena të caktuara dhe në punët e saj profesionale ai ndërhynte. Dashuria nuk duhet të mbyt, nuk kam pse të jem ndryshe. Për tu dashuruar, ka shkruar Hadise pas divorcit. Kjo histori tregoi se edhe një grua e të fortë, ndonjëri duhet kohë për të kuptuar se është e bllokuar. Dhe ju desh një guxim më vërtet i brendshëm për t'u çliruar dhe për të marrë frymë lirisht përsëri. Dhe e fundit Gulçin. Është një nga aktoret me karakter të fortë, e njohur për shikuesit në shumë role, ku ka luajtur femra të sigurta dhe të pavarura. Por siç ndodh shpesh, në jetën reale historia e saj doli të ishte shumë më tragjike se çdo skenar. Ajo u martua me një nga kolegët nga bota e aktrimit. Ky bashkim fillimisht duke ideal, ata punonin së bashku e kuptonin njëri tjetrin. Dinin të ndanin famën dhe heshtjen, por pas disa vitesh gjithçka u sheng. Gulçin bëri kërkesë për divorc dhe shpejt pranoi se ajo jetonte në izolim të vazhdueshëm emocional në martesë. Pavarësisht se burri i saj ishte afër, ajo nuk kishte mbështetje. Ai ishte i ftohtë, i tjetërsuar dhe ndonjëherë edhe agresiv. Aktoria tha por se ndjej një grua e vetmuar. Ajo luftoi për këtë bashkim, heshti për hir të opinionit publik. Por në një moment e kuptoi se heshtja po e shkatëronte nga brenda. Unë pushova së buzëqeshuri, nuk ndjeva më, thjesht jetoja si një hije. I tha këto fjalë ajo disa muaj pas divorcit.